أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe të nderuar vëllezër të pranishëm me këtë xhami, Allahun e madhreshëm e falenderojmë për të gjitha dhuntit dhe begatit. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë njeriu më të mirë në fytyrën e tokës, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ajo që dësha ta ndaj me ju në këtë mexhlis madhështor të kësaj dite të madhe, në këtë ditë xumaje, duke prit me ardh koha për me fal namazin e xumos, është një dilemë edhe një pyetje që duhet secili prej nesh me ia parashtruar vetes për të përcaktuar dhe për të ndërtuar raportin e tij me librin të cilin Allahu i Madhreshëm ja dërgoi si libër përfundimtar pejgamberit fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai është Kurani fisnik. Pyetja që mund ta parashtrojmë sot dhe të mundohemi të japim përgjigje është pse kemi nevojë ne për Kur'an sot? Pse ne si musliman kemi nevojë për Kur'anin, po pse edhe krejt bota ka nevojë për Kur'anin? Do thot një pyetje e sinqertë, të cilën ja drejtojmë secilit njeri në një botë i cili jeton në një botë plot zhurmë, plot stres, plot ankthë, konfuzion. Njeriu i cili e kërkon qetësinë. A thuall ku ka mundësi ai me gjetë këtë qetësi? Në pasuri nuk e gjen, në famë nuk e gjen, në shoqërimin me njerëz të ndryshëm nuk e gjen. Pse? Sepse Allahu i Madhreshëm na ka treguar neve shumë qartë në Kur'anin fisnik, kur ka thonë Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub, me të vërtet duke e përmendur Allahun qetësohen zemrat. Pra qetësia e shpirtit, rahatia e trupit, lumturia e zemrës fitohet duke e njoft Allahun e Madhreshëm dhe duke adhuru atë dhe duke e ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj në vijim do i përmendim disa arsye pse na kemi nevojë për Kur'anin, duke u munduar dhe u përpjekur që unë edhe ti të shoqërohemi më shumë me Kur'anin, ta lexojmë Kur'anin jo vetëm për sevape, po ta lexojmë Kur'anin edhe për të marrë mësimet e Kur'anit, udhëzimet e Kur'anit, orientimet e Kur'anit, e të ndryshojmë na dhe të bëhemi më të mirë. E para, pa Kur'an na jemi në terr, jemi në rësirë. Do thot nuk ka mundësi njeriu në jetën e tij pa Kur'an me jetu në dritë. E shihni dallimin mes ditës dhe natës, punëtorët punojnë ditën, mjeshtrit punojnë ditën, esnafi punon ditën, jeta zhvillohet ditën, e natën nuk ka mundësi njeriu me punu se i mungon drita. Andaj Allahu dhu xhelal thot kitabun anzalnahu ilejke li tukhrijan nase min adh-dhulumati ila an-nur. Ne ta kemi zbrit këtë Kur'an ty o Muhammed që të nxjerrësh njerëzit nga errësirat në dritë. Andaj Kur'ani na animon të gjithë neve të dalim nga errësira e mendimeve tona në mendimet e të ndritshme të Kur'anit, nga errësira e jetës sonë në jetën e ndritshme të cilën na ndriçon Kur'ani. Andaj na ludhem mendo pak. Njeriu sot shumica për njerëzve dinë me shkruaj edhe me lexu. Kanë të kryejme shkollë fillore, mesme, po edhe një pjesë e madhe dhe fakultet. Mirë po me gjithë shkollimin që ka përsëri ngelet i humbur, i lajthitur, i devijum. Pse? Sepse nuk e ka dritën e Kur'anit. Ka teknologji, ka industri, ka zhvillim shkencor, por nuk ka orientim. Pse? Sepse i mungon orientimi i Kur'anit.
ka gjithë shka, pasuri, rahati, pasuri, mirëqenje ekonomike, pushtet edhe famë, mirë po nuk ka paqe mbrenda shpirtit të tij. Pse? Sepse është largu nga drita e Kur'anit. Andaj të dashur vëllezër, Kur'ani është ai libër i cili neve na nxjerr nga të gjitha llojet e errësirave dhe na ofron dritën e vet. Dhe na kemi nevojë me u ndriçu edhe mendja jon, edhe shpirti jon, edhe zemra jon, edhe trupi jon, edhe jeta jon, edhe familja jon, edhe biznesi jon, edhe sporti jon, edhe arti jon, krejt to kanë nevojë më ndriçu me dritën e Kur'anit. O vllazni, majnë e men, Kur'ani është dritë, për herë që e njën vetën se jenë tërë, e nuk po shef, e nuk ki ka me shkue, ktheje Kur'anit të ndriçon jetën tone. E para. E dyta, Kur'ani është udhëzim, nuk është një libër i thjesht, nuk është një roman, nuk është një libër shkencor, por Kur'ani është libër i udhëzimit. Andaj Allahu xhela tha: "Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin." Ky libër është i tillë që nuk ka dyshim në te, është udhëzim për ata që janë të devotshëm. Pra, nuk është roman, nuk është libër shkencor, nuk është libër historik, por nuk është libër që vetëm me lezu faqe për faqe me dalë në fund, për huden lil muttaqin, është udhëzim për ata që janë të devotshëm. Pra është një manuel i jetës tënde, është një mësues i jetës tënde, është një katalog i cili të ndihmon ty se si me vepru në raste të caktuara të jetës tënde. Të dashur vëllezër, ti mundesh me pas një kerr shumë të mirë, edhe me pas tesha shumë të shtrenjta, edhe me u dal nudh. Nëse s'ki navigacion, nëse nuk e njeh venin, terrenin, ai keri i mirë vetë nuk çon në adresën e duhur. Teshat e shtrenjta që ki të veshura nuk ndihmojnë ty me çu në adresën ku je nis me shku. Po ai keri i mirë, edhe ajo pasuria jotja nuk bëjnë dobi nëse s'ki ti navigacion, nëse ti s'ki adresë të qartë ku don me shku edhe me të ndihmu dikush me gjetë atë adresë. E Kur'ani është ai udhërrëfyesi i jon që na çka do që mrim këtë jetë, nëse neve na mungon Kur'ani nuk dina ku me shku. Nuk ka mundësi me mri atje ku dojna me shku. As nuk dim, as nuk mujna. Pse? Sepse nëse nuk e përdorim Kur'anin në jetën tonë, na kështu kena me të hutum. A me shku në djath, a me shku në tmajt, a me shku para, a me u kthim mbrapa, nuk e dim. Që që për atë të dashur vëllezër, na duhet vazhdimisht me lexu Kur'anin që na me orientu në jetën tonë. Ky ankth, ky zbrasti shpirtnore, ki plak të cilën askush nuk e shef, Kur'ani kur hyn brenda teje, ankthin të largon, stresin të zhduk, krejt smundjet e mbrendshme që ti nuk i din, nuk i shef, ose askush tjetër përveç teje nuk i shef, hyn Kur'ani dhe e jep ilaçin e vet, e jep shërimin e vet, edhe e orienton ati ku duhet me shku. Problemi i jon të dashur vëllezër sot është jo se na nuk e kemi Kur'anin, elhamdulillah, i kemi të mbushura raftet me Kur'an, edhe në xhami, edhe në shtëpi, ka plot Kur'ana. Unë e maj mend përpara kur ishim na fëmijë, me zor mujshmi me gjetë një mushaf arabisht, edhe aq më pak me gjetë një Kur'an të përkthim gjuhën shqipe. Në atë kohë kur unë isha i vogël, paramendoni ju që jeni më të vjetër, me nxe se e gjeshim në Kur'an të përkthim në gjuhën bosnjake. E masën elhamdulillah, ishte përkthimi i Sherif Ahmetit, para asaj përkthimi i Hasan Nahit, e pastaj Fethi Mediu, e pastaj elhamdulillah tani kemi edhe tefsira, jo vetëm përkthimet e Kur'anit. Mirë, po pse e ki Kur'anin në xhep, pse e ki Kur'anin në raft, pse e ki Kur'anin të mushtë raftat e xhamisë edhe shtëpisë me Kur'ane, kjo nuk bën dobi nëse ti nuk punon me mësimet e Kur'anit. O vllazni, ti mundesh me kon hafiz i Kur'anit, ama nëse nuk falesh, nuk ki dobi nga ai Kur'an që ti e ki në kokën apo në zemrën tënde. Nëse ti di shumë suret Kur'anit, nuk ka kur një farë dobi për asaj që e ki nëse ti nuk i përdor gjatë recateve tuja për ta falë namazin obligativ që ki ndaj Allahut xhat. Nëse ti je hafiz i Kur'anit, ama kur vjen një mesele ku ti ki idhnim me vllaun tan, ki mosmarrveshje me vllaun tan,
e të thot hoxha, ndërmjetësuesi, hajde ta zgjedhim këtë problem me Kur'an, e ti thu, jo, unë s'du me Kur'an, po shkojmë te sudi, te gjyqi, atër s'ki dobi pja ti Kur'anit as gjani, pse i hafaz i Kur'anit. Afa hukme l'gjahilieti jebëgun, wa men ahsanu min Allahi hukmen li qaumin yuqinun. Allahu i madhreshëm i thot muslimanve, atyre që i kanë thonë vetës musliman hakikat, a qeverisjen, a gjykimin e gjahilietit ju e doni, a ka kush gjykon ma mirë se Allahu për ata që janë bindur. Andaj, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ata që nuk qeverisi me ligjin e Allahut, ose janë fasika, ose janë zullëmqar, ose janë qafira. S'mundet me konë musliman një njeri i cili e kthen mas gjykimin e Allahut tu e marë gjykimin e filanit dhe fistekit. Andaj Kur'ani ka nevoj mu lexu, ka nevoj mu kuptu, ka nevoj mrena zemrës tonë me depërtu, edhe ka nevoj mrenda jetës tonë mu praktiku, për ndryshe nuk ka dobi. Atëherë do të vlen ajo që Allahu Dhul e tregon për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ku Allahu thot, wa qala ar-rasulu ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, dhe tha pejgamberi, o Zot, popull jem e ka braktis Kur'anin. Dilema në lidhje me këtë ajet që parashtrohet është, a thu valla ata nuk din me lexu Kur'an? Po, o Zot, ka dhe për atyve që nuk din me lexu Kur'an. A thu valla është dilema se shumë pak e lexojnë Kur'anin musliman? Po, ka edhe të atill që shumë rrallë lexojnë Kur'an në Ramazan, e si të përfundojë Ramazani, ma ata i lajnë durët prej Kur'anit. A thu vallë është kuptimi se shumë pak musliman bëjnë hifz Kur'anin? Po, edhe kjo ka mundësi me qenë kuptimi se shumë pak njerëzit e mësojnë përmendsh Kur'anin, sa mësojnë kajnga, e sa mësojnë vjersha, e sa mësojnë llafe të njerëzve, ma mirë është me mësu fjalën e Allahut. Mirë, po ma e madhe se e para, se e dyta, se e treta, është kjo, o vllazni, se ka njerëzit që din me lexu Kur'an. Edhe lexojnë Kur'anin, mirë, po nuk punojnë, nuk jetojnë me atë Kur'an. Edhe kjo është problemi më i madh për të cilin na do thot jemi duke fol. Për këtë shkak të lexosh, domethënë braktisja e Kur'anit nuk është vetëm mos leximi i Kur'anit, por të lexosh Kur'anin pa e kuptu është braktisje. Ta kuptosh Kur'anin pa vepru me te është braktisje. Të ndëgjosh ajetet e shumta të Kur'anit dhe të mos e ndryshosh vetveten, kjo është braktisje e Kur'anit. O vllazën, Kur'ani kërkon për neve më unal edhe me meditu, më u thellu në mendime për me kuptu e thellësin e madhe që e jep Kur'ani. Thot Allahu Dhul Jalal, afala yatadabbaruna al-Qur'an. A thu vallë, pse muslimant nuk nalen me analizu, me meditu, me u thellu në mendime rreth Kur'anit. Gjithashtu thot Allahu Dhul Jalal, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi. Ta kemi zbrit këtë libër të bekum. Pse? Për me mojt në raft, për me zbukurue muret e shtëpiave tona, për me bo lëvha, do thot në për shtëpia tona, jo, liyadabbaru ayati, që të nalet edhe të mediton rreth asaj që Allahu neve në ka thonë. O vllazni, djel një mesazh në gjuhën angleze në telefonin tanë, nuk zë veni vend pa shku me gjetë dikan që din anglisht, apo pa hin ato aplikacione që përkthehen do më thonë gjuhët e ndryshme me përkthy nga anglisht janë shqip me marrë vesh se çka është ai mesazh që të ka ardhur. Edhe kur realizon që ka mesazh pa lidhje, ti u shqetësove, ti u angazhove, ti u lodhe për me kuptue çfarë mesazhi ka ardhur në telefon. E Allahu i madhëshëm vazhdimisht 6236 ajete në Kur'an, edhe të fol ty me këto ajete, ti çon këto mesazhe, ti as nuk mërzitesh, as nuk lodhesh me i marrë këto mesazhe, e me i ndëgju këto mesazhe, e me i lexu këto mesazhe, e pastaj me punu me to. Andaj, ky libër i bekum, do thot, nuk duhet me dasht vetëm, por duhet me jetu me te dhe me punu me te. Atëherë ky Kur'an ku t'hin zemrat tona e bën ndryshimin e duhur. Pra, nëse na e marrim Kur'anin dhe jetojmë me te, atëherë Kur'ani errësirat e jetës son i bën dritë, ankthin e bën qetësi, hutimin e bën drejtim,
edhe jetës i jep kuptim të duhur. Të dashur vëllezër, nëse duam qetësinë në jetën tonë, duhet i kthehemi Kur'anit. Nëse dojmë orientim në jetë, duhet i kthehemi Kur'anit. Nëse duam shpëtim, duhet i kthehemi Kur'anit. Nuk duhet me lënë Kur'anin t'i zbukuron vetëm muret tona, shtëpia tona. Nuk duhet mu marrë me Kur'an vetëm Ramazan, e si të përfundon Ramazani, na mos mu interesu për Kur'anin. Për Kur'ani duhet me qenë pjesë përbërëse jo e javës e muajt, po e çdo ditës tonë. Si ta falish namazin e sabahut, më njëherë mas namazit të sabahut nisja me Kur'an. Nuk ka ma mirë se me anis ditës tane me fjallën Allahu Dhu Gjelal. Lexoj një faqe, 3 faqe, 5 faqe, 10 faqe, 20 faqe, sa të mund është me lezo. Sot dita e gjuma, është pe suneteve të ditës e gjuma me lezu surën Kehf. Andaj parashtrohet pyetja, të cilës pyetje se cili për neve vetë duhet me dhonë përgjigje. Sot deri tash ora 1 parafërsisht, shkoj gjysma e ditës, a e kum lezu unë e surën Kehf. Për namaz sabaj që kum falë në ora 6, e dash deri në ora 1 parafërsisht 7 orë i kam pas në disponim, a e kum lezu surën Kehf. A e kum qunë vend këtë sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A i ku marë se vapet e lezimit se sure, edhe a i ku marë porosit dhe mësimet e mëdhaja që jep kjo sure njëtën tonë. Normalisht, petash mas gjumoja, bot ora 1:30 apo 1:40 minuta, ki vak deri në aksham, mos e len mazdore, ndaj ko lexoje surën Kehf, knaqe zemrën tone, knaqe shpirtin tanë, tu lezu Kur'an, e pastaj merre përkthimin e Kur'anit, edhe nisja edhe njëherë lexoje përkthimin e atyra ajeteve të kësaj sure dhe shifi porosit, mesazhet, urtësit, orientimet, udhëzimet që t'jep kjo sure e Kur'anit. Andaj, në sabah, në drejk, masi qenije, në aksham, njëci, filloje ditën tone, vazhdoje ditën tone dhe përfundoje ditën tone me Kur'an, jeta jote të bekohet, jeta jote ka kuptimin e vetë, edhe normalisht krejt brengat, krejt telashet, krejt problemet, krejt si ndryshe kanë me kalu. Sot mas namazit sabahut e takova një besimtar të Shkupit, i cili ka përmi 70 vjet hala punon fizikisht, edhe për ditë kur dalin për xhamie, e takojmë atë të dalë për xhamie dhe të shkon në punë, herën sabah, e i thash, o agji, hala besnalësh, veç po punon, po tha, elhamdulillah Allahut, masi ma ka mundësu, çdo ditë ka një gjust Kur'anit me lezu, tha, kjo mu m'jep takat, e kjo m'jep fuqi, e kjo mu m'jep vullnet, edhe sa të kam mundësi, s'ka mu nalë, ka me vazhdu. Thash, valla mire ki thonë, shumë fjalë me vend ki thonë, Kur'ani edhe t'jep dije, edhe t'jep iman, edhe t'jep fuqi, edhe t'jep vullnet, edhe t'jep shëndet, edhe t'jep bereqet, edhe t'jep zgjidhet problemeve tana të mirat që i kërkon njeriu i gjenë në Kur'an, lum ai i cili e kalon jetën e tij me Kur'an. O Allah, na bëj krejt neve për atyre që jetojnë me Kur'anin, e lexojnë Kur'anin, e shoqërojnë Kur'anin, mësojnë prej Kur'anit, punojnë sipas Kur'anit. O vllazni, e dini çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Kur'ani ka mu bo shok i besimtarit. Yuqalu li sahibil Kur'an, i thuhet shokit të Kur'anit. Do më thonë, ti edhe Kur'ani dëboni shok të pandar. Se cili për neve ka diken shok të ngusht, gjatë kohë me te, bën muhabet me te, i qanë hallet me te. E këtu po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti bënu shok me Kur'anin, mos u ndaj pre Kur'anit. Muhabetet tuja që i ki qaj para Kur'anit, konsultohu me Kur'anin, atëherë do fitosh bereqetin, udhëzimin, ndërmjetësimin dhe ngritjen e gradave të larta në xhenet me Kur'an. Yuqalu li sahibil Kur'ani yawm al-qiyamati iqra wartaqi, lezo edhe ngritu për pjet në xhenet, në derexhet e xhenetit, deri kur o Zot, derisa ta lexosh ajetin e fundit të Kur'anit. Para mendo vllazni, çfarë vlerë e madhe është me kon hafaz i Kur'anit, me ditë shumë sure nga Kur'ani, po e ma e madhe se kjo me jetu, me punu, me këtë Kur'an, gradat e tuja janë shumë të larta në ahiret. Allahu na bëf të këtil, inshallah taala. O Allah, bëje Kur'anin dritë të zemrave tona, udhëzim të jetave tona,
dhe shpëtim e ngritjet gradave në ahiret. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.